mua nuk do të binte mirë, domethënë që në atë moment Messi të kishte marrë kartonin e kuq, por ishte i merituar nëse do të jepesh. Por për faktin sepse me Messi ne tash po shikojmë domethënë atë kulmin e një superstari, do të çojmë domethënë me këto rekorde që ai po vazhdon të thyej, pa diskutim po del në majën e futbollistit më të mirë të gjitha kohërave, sepse vajti në kuotën e 16 golave që në ndeshjen e parë të ka barazuar rekordin e Klose, i cili është goleshnuesi më mirë në historitë botërorëve. Messi ka bërë këtë rritje në 27 ndeshje, ndërsa ka dhënë 8 asiste. Kjo pastaj është një gjë tjetër, po të flasim për numrin e ndeshjeve apo edhe për rivalet me të cilët është ndeshur, por faktet janë forta dhe ato tregojnë që Messi do të jetë ai goleshnuesi më i miri të gjitha kohërave për kampionatet botërore. Sigurisht Ronaldo do të ndjen çik peshën e kësaj që bëri Messi mbrëm, sepse ata të dy gjithmonë kanë rivalizuar me njëri tjetrin për sa i përket domethënë garës në fushën e futbollit, se kush nga këta do të shndojë më shumë gola, kush do të arrijë më shumë 2 golsha, 3 golsha, 4 golsha etj. Me radhë, dhe këtë e kanë treguar me një apo dhe kush do jetë ai fituesi i topit të ardhmë, sepse Messi dhe Ronaldo në këto 10 vjet, të paktën këto 10 vjet të fundit kanë qenë ata që e kanë ndarë domethënë gjithmonë këtë. Kështu që Ronaldo egon për të zhvilluar një ndeshje domethënë shumë të mirë e ka, stimulohet nga Messi, kështu që unë pres edhe Ronaldo të na dhurojë një ndeshje të bukur, sot kënaqi fansat, sepse të gjithë presin që atë që bëri Messi ta bëjë Ronaldo.